Da bude pojasno. Për të qenë më qartë, një epizod I ri me Stolenomov dhe Xhelal Neziri, flamurit dhe himni sërish janë të aktualizuar për fat të keq, pjesërisht për shkak të incidenteve të caktuara, për shkak të mosrespektimit, dënimeve ndaj flamurit dhe pjesërisht për shkak të iniciativave të reja për intonimin e himnit kombëtar në shkolla, iniciativë që është shtyrë, është ngrirë për shkak të mosmarrëveshjeve në parlament. Për të mësuar më shumë rreth kësaj çështje, për të bërë më të qartë shumë gjëra, do të bisedojmë me zotëri Jovan Jonovski, profesor doktor, I cili është ekspert I heraldikës, shkencë për stemat dhe teksiologjisë, shkencë për flamujt. Do të fillojmë me përvojat tona, historinë tonë, lidhur me simbolet tona, do të vazhdojmë me përvojat botërore, sidomos me përvojat në shtetet, në kombet, në shoqëritë që kanë probleme të ngjashme apo probleme të njëjta, se si zgjidhin ata simbolet dhe si arrin të sigurojnë që simbolet të jenë faktor unifikues e jo një faktor darës. Profesor, mirëdita. A ju befasoi kjo ringjallja për aktualizimi temës për flamurin dhe himnin, a do të jetë kjo një temë e përjetshme apo do të biem dakord njëherë? Me shumë mundësi do të jetë një temë e përjetshme sepse çështja e simboleve është gjithmonë e ngjeshur me emocione. Nëse një simbol nuk ka emocione, atëherë ai nuk është simbol. Kjo është pjesë e gjithë idesë së simbolit dhe kjo është që përveç kësaj çka është shenja, nëse është një copë kanavac me ngjyra të ndryshme, nëse është diçka e pikturuar, kjo është pjesa materiale dhe me të mund të kalojmë më thjeshtë. Pjesa tjetër është pjesa simbolike dhe kjo është ajo që ngjall pra tek ai që e sheh. Për këtë do të flasim pak më vonë se çfarë zgjidhjesh duhet të ofrohen, si të jenë politikanët më të pjekur dhe si të mund të sigurohet një element unifikues I simboleve. Për fillim, le të hyjmë në historinë të shkurtër apo të gjatë të simboleve maqedonase. Le të fillojmë nga pavarësia apo edhe nga Republika Socialiste Popullore Federative e Maqedonisë. Duhet të fillojmë prej andej, pra fillimet. Nuk do ta përmendim Aleksandrin e Maqedonisë, megjithatë do të flasim për simbole shtetërore, kjo është të jetë largë. Do të fillojmë me shpalljen e shtabit kryesor të aradheve partizane të Jugosllavisë nga Stolica, 1941, ku përcaktohet se si do të jetë Jugosllavia, kush do të jenë aradhat partizane dhe atje renditet një listë e gjatë e popujve të cilët do të jenë pjesë e Jugosllavisë, pra shtetit të ri, kur do të çlirohet, kur do të formohet, sepse bëhet fjalë për fillimin e vitit 41, ku situata nuk duke shumë e mirë me Jugosllavinë, këtu aty bien dakord për udhëzimet, për simbolet, pra për flamurin, njësitet partizane, e definuan atëherë në vitin 41 se çfarë simbolish do të mbanin, sepse aradhat partizane janë të definuara si forca ushtarake të popujve të Jugosllavisë. Pra, popujt jo shteti, duke përcaktuar se partizanët do të mbajnë yllin me 5 cepa si simbolin e tyre të vetëm, por si simbol do të jetë edhe flamuri kombëtar me yllin 5 cepës të shtuar. Në atë moment bëhet fjalë për partizanët në Serbi, do të mbajnë flamurin serb me yll 5 cepës në mes, në Kroacia të flamurin kroat, me yllin në Bosnjë Hercegovinë do t'i mbajnë të dy flamujt, pra atje ku kemi një përbërje të përzier, do të mbajnë të dy flamujt me yjet 5 cepësh të vendosur në një trekëndësh. Pra kjo është miratuar që nga viti 41 dhe vazhdojmë më tej në vitin 43.
me Avnoin, cuvânt din Avnoi, të cili është në fakt baza e Jugosllavisë së re, dhe një parim vëllazëror federal, ku ftohen pra të gjitha republikat tjera konstituive, përfshirë edhe Maqedoninë, të mbajnë asamblet e veta. A kishte në Maqedoni një ide të njësitet partizane maqedonase pra ngjyrë të kuqe, ose ka pasur edhe atëherë dilema? Në fillim, sipas dëshmive që i kemi në territorin e lirë të Lëpushnikut 43, pra Ylli Pesepës është i pastër apo jo? Po, nuk ka problem, por problemi lindë se çka bëjmë me flamurin kombëtar. Ylli Pesepës është edhe simbol ideologjik, pra është definuar Ylli Pesepës dhe flamuri kombëtar, sepse ngjyra e kuqe mund të jenë edhe për ideologjinë. Pra, atëherë revolucioni kuq, Ylli Pesepës. Kjo është simbolika e Yllit Pesepës, është një punë shumë e madhe. Çështja e simbolit të shtetit që paraqitet për të parën herë në ish Maqedoninë Demokratike Federative. Simboli i parë është flamuri, supozoj kur vjen generali Apostolski, kur duhet të dalë me çetat e veta dhe e vendos pyetjen se cilën flamur do ta vëmë. Ylli Pesepës është definitiv, mirë po duhet të vihet mbi flamurin kombëtar. Parashtrohet pyetja cili është pra Maqedonës, nëse kthehemi prapa nga historia e flamurive të Maqedonës, pjesa më e madhe janë të kuqe me simbol të verdhë, qoftë të nisim prej kryengritjes së vitit 1876, pra flamuri kuq me drejtkëndësht verdhë me luanin e kuq, ose për koloninë maqedonase të Sankt Petersburgut vitit 1914, përsëri është me flamuri me ngjyrë të kuqe. Pjesë e madhe e flamurive në kryengritjen e Lindenit dominon ngjyra e kuqe, jo gjithmonë. Pra, atëherë janë dakorduar se i plotësojmë kushtet e stolicës, pra që mbi flamurin kombëtar të vihet Ylli Pesepës. Kjo nuk është vetëm për pjesën maqedonase, por edhe për të tjerat, kështu që pakica gjermane në kuadër të Jugosllavisë që kanë pasur partizan, pra flamur gjerman me Yllin Pesepës. Pjesa e partizanëve shqiptar kanë flamurin shqiptar kuqezi me Yllin Pesepës, pra në kuadër të lëvizjes nacional shërimtare, kështu që nëse e kemi shpalljen e asnomit që i thërret të gjithë kombet dhe kombësit të marrin pjesë, e përmend edhe flamurin maqedonas, e përmend edhe flamurin shqiptar, pra në shpalljen. Kështu që edhe partizanët kanë pjesa qendrore, siç përmendëm, siç është dakorduar, është Ylli Pesepës. Më pas këto flamujt e partizanëve bëhen pra flamujt e republikave, pra kanë qenë flamujt të kombeve dhe kombësive, të grupeve etnike. Këto bëhen ashtu si formojnë republikat, pra prej flamujve partizan, siç përmendëm, pra në vitin 1941, mendimet e njësive partizane është për popujt vëllazëror. Menjëherë fillon ideja për vëllazërim bashkim të gjithë popujve, të cilët i lidhte lufta kundër armikut, kundër fashizmit, dhe kjo është forca e parë lëvizës, se kjo për sa i përket flamurit, edhe pse kjo është pranuar me kushtetutën e vitit 47, 31 dhjetor 46, atëherë për të parën herë është definuar, ndërsa stema është marrë shumë më vonë, në fund të 46 në qershor, që është marrë sipas urnekut stemave tjera të Jugosllavisë, pra kemi stilin sovjetik,
ku kemi kurorën, himni për shembull. Sa i përket flamurit, atëherë ishte drapri dhe çekani jo, në fillim nuk ishte, në fillim ylli ishte në mes. Kush e kishte ashtu Vietnamin? Në atë kohë nuk ka pasur internet që partizanët të shohin se si e ka Vietnamin. Në mes dhe më së shpeshti është disi si e dalë, pra nuk janë të relievore, pra nuk janë të rafsha në terren, gjithçka është bërë me gjyrë të verdhë në pëlhur të kuqe. Kush si ka arritur ta bëjë? Nuk ka pasur fabrika, nuk kanë mundur që të porosisin, sepse ka qenë luftë dhe gjyra nuk është e kuqe, e fortë, pra janë bërë në kushte partizane dhe prej kësaj dalin pra flamujt e njësive partizane. Praktikisht me mbishkrimin brigada e parë sulmuese Maqedono-Kosovare kështu me radhë, të gjithë janë me atë flamur, kështu që me kushtetutën 46 ose 47 pra hynë në fuqi 8 ditë më vonë, është definuar pra ylli ku gjendet, sa është madhësia dhe se bëhet fjalë për yllin e vërtet, sa i përket himnit. Në asamblen e parë të Asnomit është kënduar edhe njëri edhe himni tjetër. Izgrej Zorana Sloboda, tani ajo nuk ka asnjë status ligjor të himnit, por është pranuar nga populli si me inercion nga vëmëron nga historike, sepse këtu të mos hapim nëse është bulgare ose macedone, se autori, kompozitori është bulgare dhe i tekstit edhe i kompozicionit, pra nuk mundemi ta kontestojmë këtë. Mirë po, bëhet fjalë për një këngë socialiste, nuk është këngë kombëtare, diçka si internacionale. Izgrej Zorana Sloboda, kjo është pjesa e marrë nga internacionalja, lufta para së gjithash për liri sociale. Internacionalja ka qenë himni edhe i Bashkimit Sovjetik, kjo është ideologjike, lufta e robërve, sklevërve për të drejtat e veta, me atë që himni është i vitit 42 në ndrimin e moteve 21-22 është kënduar për të parë herë, sipas memorjeve të autorëve të saj, ndërsa është regjistruar me nota në vitin 43, ku Todor Skallovski e ka definuar. Paraprakisht janë mbledhur shoqëri, kanë kënduar me fisarmonik, ndërsa Todor Skallovski në territorin e lirë çliruar formon korin, teksti është i Vlado Malevskit, po pra ka një kontekst rreth muzikës si kujt është, mirë po notat regjistrimi notave janë nga Todor Skallovski, ku ai shkruan sepse paraprakisht e kanë kënduar në mënyrë të ndryshme. A ka variacione në melodi? Pra nuk kemi një regjistrim notash, pra ka një variacion disa teori se prengarjet supozohet se është përbërë prej 2, 3, 4 këngëve, mos themi popullore, por të cilat kanë qenë si shlagere, një prej tyre është Nada e boll na legnë, dhe pra ka histori në bazë është kur janë tubuar në atë vitit të ri, kanë thonë ajta këndojmë që të tingëllojnë në këtë mënyrë. Nuk kemi diçka konkrete, sepse himnet kryesisht fillojnë si këngë popullore, përderisa nuk bëhet regjistrimi i notave. Pra do të shkruaj tempo, ritmin që ta standardizoj. Ishte interesante pra disa viteve, ishin në qarkullim edhe Abre Makedonçe? Jo, Abre Makedonçe bëhet fjalë për një periudhë tjetër, e kanë kënduar një lloj. Po, çështja është me himnin, duhet të definohet, është interesante se himni, edhe pse përdoret mjaft që prej fillimit nga 43-a, 44-a e tutje,
statusin vetë ligjore merë në vitin 1989 është shkënduar, është shkënduar, por nuk ka status ligjor. Gjatë kohës Jugosllavisë kishte një himn të federatës. Po në ligjin në kushtetutën e vitit 74 thotë Republika Socialiste e Maqedonisë ka himn, por nuk thotë se cili është. Domethënë në vitin 89 me një sër amendamenteve tjera në kushtetutën 74, një prej amendamenteve është që definohet se i himni i Maqedonisë Republikës Socialiste të Maqedonisë është Denes nad Makedonija se radja. Atëherë pra u definua himni, pra flasim në mënyrë ligjore. Çka ndodhi pas referendumit për pavarësinë e Republikës Maqedonisë të hershme? Si u përzgjodhen simbolet? A ishin simbolet të zgjedhura sipas asaj që të shtetërore ose më shumë inercioni çonte ka ajo që të jenë të popullit Maqedonas. Ato janë simbole shtetërore edhe në formën paraprake edhe në formën e radhës, sepse populli nuk është subjekt politik, por është kombi, respektivisht qytetarët e një shteti. Këtë duhet të shohim në konceptin e Jugosllavisë. Pra, shpërbërja e Jugosllavisë do të thotë edhe ndryshim të simboleve. Të parët e bën këtë kroatët para shpalljes së pavarësisë, kthyen atë tabelën e shahut, ata e filluan pavarësinë e tyre me flamurin e vjetër të ri. Pra, qershor 91, para se të jenë të gjitha ato, ata e fillojnë pra me flamurin e vetë, më pas ka një propozim tjetër, konkurs të cilën e bëjnë, pastaj Franjo Tuđman e jep, mirë po kjo është pak më vonë. Së pari kthehet me tabelën e shahut, flamuri është ai, stema edhe në stemën e Republikës Kroate. Republika Socialiste të Kroacisë ka tabelën e shahut. Po, është një simbol i vjetër kroat, kështu që u ndryshua, ato ishte ideja se cila është fusha e parë në tabelën e shahut, sepse ajo është e përcaktuar 5 me 5, 25 fusha, pra çështja ishte a do të jetë e para e bardhë ose e kyqe në kuptimin heraldik, nuk ka asnjë farë logjike, sepse për ata ishte rëndësishme sepse për shteti kroati pavarur fillonte me fushë të bardhë dhe tani që të hiqet prej asaj, pra u hoq të mos i referojmë asaj, por që të hiqet prej kësaj pjese, fillon me fushën e kuqe, ndërsa tani për sa i përket Maqedonisë, zakonisht këto simbole hyjnë në kushtetutë. Në fillim edhe himni i Jugosllavisë dhe i Maqedonisë intonohej, po ajo ishte pra çështja kontesti i parë, cile himn të intonohet i pari. Jo, flamujt qëndronin të dy, janë shtuar edhe Goce Delçevi dhe mirë po të kthehemi asaj duke filluar prej logjikës flamuri, himni janë simbole shtetërore patjetër të në kushtetutë, por duke parë se akoma nuk dim se çka do të bëjmë me simbolet, pra hiqet ai variant, mbetet në kusht se ka stem, flamur dhe himn edhe në kushtetut thotë se kjo do të zgjidhet në afat prej 6 muajsh pas miratimit 17 nëntor dhe nuk do të asgjë. Një prej atyre të cilët e shtyn gjithë këtë është Todor Petrova, e thotë çka bëjmë, kalon koha, ishte një deputet i pavarur. Dhe asgjë nuk ndodhi deri në fund të vitit, ku vendi kishte një seancë ku thotë se çka duhet të bëjmë simbolet, sepse duhet t'i bëjmë atë, kalojnë muajt dhe parashtrohet pyetja, ka një anketë gazetareske deri të gjithë përfaqësuesit politik se si duhet të jenë simbolet në Maqedoni, cilat duhet të jenë simbolet në Maqedoni,
para së gjithash mendoj për sistemën e flamurin. Përgjigja konkrete ishte të gjithë thonin se duhet të ketë procedurë, duhet të ketë konkursë, duhet të avem gjithë potencialin kreativ, shkencor, askush nuk thot diçka konkrete se këtë e duam, këtu jo, përveç Vladimir Golubovskit, ai të njëjtën e përsëritte, por thot se për sistemën duhet të ketë Luan, kjo ishte në fund të vitit 91, asgjë nuk ndodh, përsëri me disa letra të Todor Petrovit, i cili i rikujton për obligimin e ligjit kushtetues dhe në fund vendoset që të shpallet konkurs, të kalojnë të gjitha nëpërmjet konkursi, shpallet konkursi publik për të gjitha simbolet. Konkursi i parë është për të gjithë dhe pastaj ndahet për çdo element veçmasi. Sidomos në atë konkurs paraqiten rreth mbi 200 autor me mbi 4000 propozime, sepse askush nuk shkon me një, pra shkojnë me shumë kombinime. Është interesante, çka vihej, desha diçka edhe për Luanin që e përmendët. A është Luani si simbol i lidhur vetëm me këtë rajon, këto vise, a mund t'i kthemi kësaj më vonë. Pra ka 4000 variante për flamuj dhe stema për himne ka pak më pak, konkretisht a kishte shqiponj, për fat të keq nuk janë ruajtur, sepse prej komisioneve të cilat i bëjnë jurist, vjen bashkangjitja, i ruajnë aktet deri në një vit, mirë po fotografitë nuk janë ruajtur në mënyrë indirekte. Disa herë unë kam kërkuar prej kuvendit që të studioj atë, se të hullumtoj atë çka më dhanë leje, mirë po mbeti nesër pas nesër të hënën të premten, këto varianta, kështu që ishte patjetër ta bëjmë në kushte të jashtme, sidoqoftë është formuar komision. Përsëri detaj. Do të arrim deri tek detajet. Më shumë kishte Luan, diell, Lëqërbulla Fion. Më shpesh rrotulloheshin rreth diellit dhe Luanit. Kishte propozime të ndryshme, forma të ndryshme gjeometrike dhe u formua komision që së pari përzgjedh 5 autor, pra si autor së bashku me gjithë veprat e tyre, pastaj për atyre 5 mbetin 3. Pra të kthehemi himnit, me himn konkuruan 20 deri 30 vepra, komisioni zgjedh 3, i merr idetë dhe u ale, pra kuvendit që ata të vendosin himn si në konkurs, paraqitet edhe himni i sotëm, Republika Maqedonisë, sepse në atë moment ekzistonte 47-48 vite, tjetëriot himni është i Taki Hrisik, kompozitor i njohur, i cili ka vdekur 20-30 vjet në atë moment, mirë po bia e tij merr pjesë me kompozicionin e tij dhe kënga solemne e Aleksandar Xhambazovit. Komisia shumë shpejt e zgjidh këtë me himnin, do të mbetet ajo që ka qenë, mirë po si himn që merr pjesë në konkurs, sepse teksti është i njëjtë, pra kishte vetëm një amendament për tekstin të ndryshohet, siç është refreni Karev të jetë Gruev Sandanski, jo Dame Gruev Sandanskit, për atë futet edhe Karev në vendin e emrit. Ky është amendamenti i vetëm, nuk u pranua kjo duke u konsideruar si vepër autoriale dhe nuk kemi të drejtë të ndryshojmë, situata ishte interesante, t'i kthehemi pra flamujve dhe stemave
komisioni kushtetues nuk pëlqeu asnjënin prej këtyre treve dhe u jep detyrë autorëve të treve që të vinë me idenë e vet me diellin, sepse u definua që të jetë dielli për stemë dhe flamuj, ata bëjnë 20-30 versione dhe zgjidhet një version. Pra, kjo ishte ku ta tregojmë, vetëm libri është zje bardhë, ky ishte propozimi i flamurit dhe stemës me prapavit kuqe, dizajn i ri, ka 16 krah dhe 32 për rreth i njëjti variant edhe për stemën. Kjo është marrëveshja dhe me këtë bëhet propozim ligje, sepse patjetër 3 deputeta bëjnë propozim ligjen, mirë po krahas propozim ligjit, deputetët japin edhe një grumbull amendamentesh, shpeshherë një amendament, ja kthejnë dhe përsëri e kthejnë, ose do ndryshojë diçka ose jo. A kishte ndoshta mos marrëveshje rreth propozimeve, sepse ndoshta gaboj edhe dielli edhe luani si më të afërta, sikur janë me preferencat e VMRO-s sa të themi për shembull të LSDM-s, pra ideja e SDSM-s ishte dielli, këtë që e tregova më shumë ishte nga ajo që e shtynin LSDM, sepse atëherë ishte periudhë dhe Partia Liberale ishin forcat reformuese, ishin për idenë tjetër. Dhe tani në atë moment vinë Todor Petrov, faktikisht kur asgjë nuk ndodh me këto propozime, saktë kur kalojnë ato 6 muaj, dërgon në kuvent propozim për stemën dhe flamurin. Stema është një stemë me luan, por dorëzon dhe 2 propozime për flamur. Njëri është me diellin e Virgjinës dhe me luanin, por dielli i Virgjinës jo me dizajn të definuar siç e dim ne, sepse ai gjatë procesit jep 3 propozime ku e definon dal nga dal raportin e diellit. Flasim për madhësinë e diskut, raportin e krahave më të vogla, më të mëdha dhe të gjitha ato variante, dhe ndodh deklarata e Lisbonës, kur u ndalua që Maqedonia të përmend në emër të shtetit, Evropa thotë do t'ju pranojmë juve, mirë po pa emrin e Maqedonisë, dhe kështu ashtu do ta fusim diellin si propozim të Petrovit. Pra dielli është i Virgjinës për inat, jo si një inat, por si një revolt, pra si reagim ndaj deklaratës së Lisbonës. Pse unë kam një parandjenjë se më shumë luani është simboli i revolucionit gjatë kohës perandorisë osmane, pra revolucionit Maqedonës, ose gaboj, do t'i kthehemi kësaj, sepse me simbolin faktikisht duhet të jetë një lloj brendi me të cilin do të identifikohen. E tani çka ndodh? Komisioni kushtetues dhe juria bëjnë edhe që edhe stema të jetë e njëjtë me diellin, pra mburoje kuqe me diell, dhe dakordohet puna deri në momentin e fundit kur VMRO heq dorë nga i variant dhe thotë se ne megjithatë të shkojmë përsëri për stemën, pra e pranojnë diellin e Virgjinës, pra ndërsa për stemën i kthehemi luanit, dhe pastaj bëjnë kombinim ndërmjet luanit dhe diellit, edhe pse seansa për zgjedhjen e himnit dhe flamurit mbahen me një herë, mirë po lënë edhe pak që të merren vesh partitë për stemën, sepse këtu qëndron puna, mungon edhe pak diçka lobby grupet kush do të jetë i pari, mirë po VMRO këmbgul rreptësisht që të jetë vetëm luani, nuk ka numër të mjaftueshëm të deputetëve, ata janë shumicë, mirë po me 30, pra nuk ka se si të mbërrin në 60, të provojnë në një mënyrë ose tjetrën që ta bëjnë këtë, dhe stema pra
mbetet në Qorsokak, këtu ndoshta është interesant edhe raporti i partive shqiptare. A kishin ata propozime? Jo, për propozime konkrete për himnin nuk votuar në komision, ato thanë se ne do ta pranojmë flamurin me diellin me kusht që të bëhet diçka me himnin. Pra, do t'ju jap diçka nëse më jep diçka pavarësisht. Ato ishin deputetët e PPD-s, PPD dhe PDP. Mendoj se ishin dy parti. Populloria kishte një ose dy. Pra ishte një koalicion dhe këtu mbledhja përfundon me stemën ditën e ardhshme, deri në miratimin e diellit del kryetari i Greqisë dhe thotë se ka bërë një gabim të madh Kiroja, nuk thotë Maqedonia që e bëri këtë, ditën tjetër i vendos në pikat kufitare, i vendosin dijet në kalimet kufitare në Bogorodicë i vjen dhe për këtu fillon problemi me diellin. Më pas kishte edhe blokad. Dielli 16 krahësh asnjëherë nuk valavitet në Kombet e Bashkuara. Ne kur hytëm në Kombet e Bashkuara nuk kishim flamur, nuk kishim, pra ne e kemi, mirë po me që grekët revoltohen, ai nuk pranohet nga Kombet e Bashkuara dhe fillojnë proceset të ndryshme rreth atij flamurit dhe ky flamur fillon më 11 gusht 92. Është miratuar me nënshkrimin e marrëveshjes përkohshme në New York, është dakorduar se Maqedonia duhet ta heqë atë diell prej flamurit dhe kjo të jetë më së voni më 5 tetor. Që është një gjë shumë e rëndësishme. Ta kuptojmë sepse shpesh herë në publik flitet se atentati kundër Kirogligorovit ishte i lidhur me flamurin. Data ishte përcaktuar deri më 5-in të ndryshohet në përputhje me marrëveshjen, sepse ajo ishte nënshkruar nga të dyja anët. Atëherë shteti e angazhoi Miroslav Gërçevin të përpunojë fshehtazi një projekt për flamurin e ri. Është konstatuar se ishte Gërçev arkitekti, jo Nikola Popovski. Do të marrim deri këtu. Projekti bazë është i Gërçevit, ai bën analizë të gjitha flamurave të mundshëm me diellin. Pra diell i kuq, diell i artë në bazë të kuqe. Një prej dieve është pa krahët, pa rrezet, vetëm diskun. Kjo është simbol i Maqedonisë antike, jo, është universale, i dyti është i Argjentinës, ka shumë vende në të botës. Edhe Koreja mendoj se ka diell, po ashtu nuk jam i sigurt është ajo diell, kështu që për të gjitha aspekteve Gërçev bën verzion të flamurit të ri. Dallimi është se është në proporcion 5:8 dhe disku nuk është i ndarë, pra rrezet ose dalin prej diskut. Partia Liberale del me propozimin e vetë, një lloj është dielli i artë në bazë të kuqe, mirë po rrezet nuk janë divergjente. Ashtu si dielli britanik, pavarësisht vetëm që është i kuq me rrezet janë të drejta dhe ka diell. Vjen momenti i fundit deri te Gërçevi dhe tani Dinka e bën korrigjimin e fundit, e ndan diskun prej rrezeve dhe e zgjat në proporcion 1:2.
ajo që është sot. Është zhvendosur, prandaj nëse e presim si katror, sikur flamurin, pra sikur mungojnë rrezet, nëse është në raport 8 me 5 në proporcion, pra mbetet i njëjtë. Më interesant është edhe kur do të bëhet rreth tani bëhet, nuk e di pse, nëse marrim sipas përshkrimit të ligjit si duhet të jetë, dhe mirë, dhe për të parën herë valavitet para Kombeve të Bashkuara, dhe Butros Gali thotë çfarë flamuri mirë, i bukur, mirë është që e zgjidhet këtë. Ajo që është shumë e rëndësishme është se ky flamur është votuar prej të gjithë deputetëve, edhe maqedonasit edhe shqiptarët, të gjithë votuan. Seancë zgjati vetëm 1 minutë, kishte dy pika, një ishte dënimi i atentatit dhe dyta ishte flamuri. Nuk kishte asnjë amendament të akorduar komplet 1 minutë, pra 100, mbi 100, vetëm 3 nuk kanë votuar. Kishte një amendament të mos jetë për flamurin, por për flamujt, dhe si shenjë protesti nuk votuan 3, ndërsa të gjithë tjerët e votuan. Për Virgjilinë të themi shkurt, për herë të parë bëhet aktuale, jo në Maqedoni, ne as që e kemi ditë paraprakisht, në vitet 70 diçka, kur bëhet ky zbulim pra në vitin 77 është zbulimi, mirë po kjo nuk është e qasshme për publikun deri në hapjen e rekonstruksionit të Gromnicës në Selanik. Atëherë del ajo pjesë konkrete e sarkofagut që supozohet se është e Filipit të IV, jo e babait të tij, mirë po kjo supozohet. Po, me Maqedoninë antike, me atë që ai simbol dhe paraprakisht ka ekzistuar në shumë vende tjera, mirë po njerëzit nuk e perceptojnë si simbol. Ky është si një dekorim. Ka një diell, një dekorim i thjeshtë, i pastër. Dhe për të parë herë paraqitet si flamur në Australi, ndërmjet maqedonezëve në Australi, viti 86-7, ku i jepen ngjyrat nacionale. Ngjyra artë dhe kuqe, ndërsa komuniteti grek në Australi e merr të njëjtën me të bardhë në të kaltër, përsëri simbolit ja jep ngjyrat. Dhe tani gjithçka do të ishte në rregull, veksologjike dhe heraldike, pra kemi 2 stema apo flamuj të ndryshëm. Kjo është një lloj sikur ta marrim Norvegjia, Danimarka, Anglia, Suedia, Islanda, Grenlandi, të gjithë kanë. Askush nuk thot se ti ma vode, sepse simbolet janë të njëjta, mirë po ngjyrat janë të ndryshme dhe askush nuk e thot këtë, mirë po ne jemi në Ballkan, që nuk duhet të ishte problem as për grekët as për ne. Ju doni, pra nuk është problem, dhe shihet se janë të ndryshme, por të ne në Ballkan ne kemi histori të jashtëzakonshme, ne nuk kemi histori për Maqedoninë, për Greqinë, as ata kanë për ne, dhe ky ose Shqipërinë, dhe kjo është e gërshetuar, mirë por ne nuk duhet ta shohim këtë. Ne nuk flasim për këtë. Ne nëse flasim për Maqedoninë, territori etnike, të themi, e madhe, Macedonia Osmane, respektivisht nga karta, deri në vitin 1912, atë territor të Maqedonisë, në kartën e Misirkovit Maqedonas, kemi diçka mbi 50%. Këtu ka turq, më së shumti normal, perandoria osmane me të gjithë popujt tjerë, po të tjerë nuk i përmendim. Por jo vetëm ne, bëjnë kështu edhe të tjerët. Puna është se ne kemi një histori mjaft ekskluzive. Serbit thonë se në Dubrovnik ka pasur serb, nuk kanë qenë të gjithë serbë, por ne nuk e shohim këtë, ose pala shqiptare do të thotë manastiri është i yni, sepse ka pasur shqiptar, ka pasur kongres, po, është saktë, ka pasur, por a kanë qenë të gjithë. Si folëm paraprakisht,
nacionalizmi ynë sidoqoftë është i bukur, ndërsa i huaj nuk bën kur ne shpallim kartat e Maqedonisë Madhe na pëlqen, ndërsa nëse këtë e bëjnë turqit, shqiptarët ose serbët nuk na pëlqen. Ne kur flasim themi në territorin tonë nuk ka askush tjetër, dhe nëse ka janë të parëndësishëm, irrelevant. Këtë kur flasim për Maqedoninë etnike të madhe, nuk do thotë se të gjithë kanë qenë Maqedona. Sa e mbaj mend, në vitin 2014 kishte një përpjekje të një konsensusi ndëretnike dhe për stemën. Promovohej se Luani si simbol është ai që na bashkon. I bashkon edhe Maqedonasit edhe shqiptarët në një simbol shtetëror, pra që do të jetë brend në një farë mënyre ose tjetër i të gjithave të cilat jetojnë. Ky është propozimi juaj. Ju ishte të angazhuar si ekspert. Pra, ishte mjaft të pasigurt. Mirë po, për vatë të keq që filluan bombat atëherë dhe nuk ishte më rëndësi atëherë stema. Kishte një dakordsim të përgjithshëm. Edhin çka, çështja e simboleve, ata gjithmonë ndërtohen, se mbani mend dhe flamuri, pra nuk është e lindur, nuk është dhënë prej Zotit. Pra është një trashëgimi kulturore, sepse edhe flamuri i ri, nëse mbani mend kur e miratuan, të gjithë ishin kundër, e quanin ventilator. Komunat të cilët ishin me vëmërot do të mënej nuk e vendosën atë flamur deri në fund të zgjedhjeve lokale. Pra, nëse shohim raportin tani, pas 30 viteve, është më ndryshe, duhet kohë dhe duhet përpjekje. Kur të pyeta për Luanin, mendoja edhe për kundërshtimin e vëmëros. Atë e flasë, si do tjetë simboli, varet për nesh, sepse ne mundemi të marrim një simbol të përbashkët dhe më pas të ndajmë. Dhe çështja e Bosnës është e njëjtë, do të kthehemi pastaj. Luani është një prej simboleve heraldike më universale dhe më të vjetra. Sistemin e parë që e marrim në heraldik në vitin 1928, sistem të pranuar është me Luan në Angli, Francë, Maqedoni. Në atë kohë janë të bashkë dhe është shumë i përhapur Luani sistem. Nëse marrim ne shpeshherë themi pse Luan kur ne nuk kemi Luan, që nuk është saktë, sepse Luani evropian në këtë territor në Ballkanin Jugor mbieton, do të thotë, deri në shekullin e parë të epokës sonë, nuk është i njëjtë si ai afrikan, ose Luani i disë ka qenë pak i ngjashëm si një variant, dhe tani është një prej simboleve të fuqishme që e shfrytëzojnë sidomos në mesjet kur flasim për heraldik, jo për atë për diçka antike. Flasim për heraldik, pra është interesante zhvillimi i Luanit që ndërlidhet me hapësirat tona. Luani për të parë mirë paraqitet në stemën e atribuar të Aleksandrit të Maqedonisë. Jo Aleksandri Maqedonisë nga shekulli III para erës sonë, por idejes për një strategu luftarak të madh. Flasim për në Evropë, për Evropën kontinentale. Dhe vepra dhe figura e Aleksandrit të Maqedonisë është shumë i përhapur. Nuk flasim si personalitet historik, flasim për alegori, ka qenë një përjes i madh që ka pasur gjëra shumë të çuditshme, kështu që në mesjet heraldika u jep stema personaliteteve të cilët nuk kanë pasur se si të kenë stem. Nëse heraldika fillon prej shekullit të 12, kjo është plus 10 shekuj, sepse ata u japin stema të gjithëve, dhe Cezarit, dhe Aleksandrit, dhe Hektorit. Të gjithëve u japin, sepse kjo është alegorike, atyre nuk ju intereson saktësia historike, por alegoria, rrëfimi, ideja, dhe në shekullin 13 kemi stemën e Aleksandrit të Maqedonisë me Luan. Pra flasim për
Figura në Aleksandrit Maqedonas i kuptuar si një prej 9 personaliteteve të mëdha historike. Ajo është ndarë nga prej një epi që ka preardhur nga Franca në shekullin 12, por përhapet shumë në gjithë Evropën, ku bëhet fjalë për 9 dinjitarët, ku ka 3 triada, 3 paganë, 3 hebrenjë dhe 3 të krishterë. Paganët janë Julius Cezar, Aleksandri Maqedonisë dhe Hektori i Trojës. Hebrejt janë Davidi, nga psalmat që shkruan, Juda Makavejski, dhe tani harova të tretin, dhe si të krishterë mbreti Artur, i cili është një figurë mitike dhe i vetmi prej tyre i cili është i gjallë, të paktën atë periudhë që ka mundur të ketë stemën, është mbreti i Jeruzalemit. Do të them se të gjithë përveç njërës temë janë fiktive, por janë pjesë e kulturës ato. Mundemi t'i shohim si dorëshkrime në ndërtesa gur në Gjermani, në Francë dhe prej këtua i Luan, të flasim të paktën për rrëfimin Maqedonas, prej stemës Aleksandrit të Maqedonisë, kalon në stemë të Maqedonisë. E tani, kjo në Maqedoni është bëhet fjalë për Maqedoninë e papërcaktuar, pra stema vetëm vete. Një popull nuk mund të ketë stemë. Populli mund të ketë flamur, por jo stemë, sepse stema është e udhëheqësit e sundimtarit, më pas kalon në mbretëri, perandori, kështu me radhë. Pra nuk mund të marrim këtu edhe për fise të ndryshme, ka pasur dinjitar, aristokrat, të cilët kanë pas stema. Pra duhet të them se që të kesh stemë, patjetër të kesh të definuar se kush ke popull dhe cili është ai popull. Nëse ke një familje konkrete, dihet sakt, principate, kështu me radhë. Pra kanë stema reale, ndërsa stemat e Maqedonisë, Shqipërisë, Bullgarisë në atë kohë kanë qenë vetëm stema të vendesh, por jo territorive të caktuara, sepse në atë kohë ka qenë perandori osmane. Flasim për shekullin 15 të këndej, pra janë vetëm ide. Tek në fund të shekullit 18, me lëvizjet kombëtare, ato stema fillojnë të bëhen reale, të shfrytëzohen që të krijohen një identitet kombëtar. Dhe tani nëse flasim për Luanin si më i pranishëm, shumë familje kanë Luanin 1, 2, 3, kështu që Luani është i pranishëm nëse flasim në Ballkan, në mënyrë më heraldike në Ballkan si territor, është praktikisht atë që kemi në Shqipëri ose pjesën bregdetare të Greqisë, që është ankohur në Venedikun ose në Mletin. Ata gjithmonë kanë një ndikim evropërëndimor për shkak të forcave bregdetare. Ata janë në një përbërje të këtij Dubrovniku, të themi Italia. Italia është shtet i ri relativisht, flasim për monarkinë e Habsburgut, flasim për Spanjën, edhe pse Spanja është pjesë e Italisë. Gjithë ajo është perandoria romake. Në festivalin e filmit Venecias, Luani është simboli Shën Markus të evangelistëve, sepse ai e mban evangelien. Kështu që çështja kishte argumentim se kanë elemente të fuqishme përbashkuese, se stema me Luan është shfrytzuar dhe është përdorur edhe në Shqipëri prej familjeve të ndryshme. Ne kemi burime të ndryshme nga Evropa perëndimore, ku një lloj sistemi Shqipërisë paraqitet një stemë me Luani. Ka disa familje të ndryshme. Madje
flasim për idenë, për stema vendore, jo shtetërore, por për idenë e njerëzve nga Evropa, të cilat i vendosin ka edhe stem të Shqipërisë, që janë disa në numër dhe janë me luan. Pra nuk është luani diçka e panjohur. Pjesa më e madhe e stemave që lidhen me Maqedoninë, prej ndikimit angles, francez, latin, flasim për luan, ndërsa nëse folim për ndikimet gjermane, është ose me 3 zile, ose me 3 kurora, pra është më ndryshme nga burimet e gjermane. Por këtu luanët janë më pak të pranishëm. Edhe në kuror kishte elemente të etnikumit shqiptar. Problemi ishte dhe këtë e zgjidhët bulgarët të moston se ua vjedhim nëse ishte i verdhë sikur që ky ishte problemi më i madh në konceptin e Maqedonisë për stemën, sepse çështja e luanit në stem paraqitet në vitin 1970 tek ne, çështja e librit të Aleksandr Matovski, stemat e Maqedonisë praktikisht edhe nuk ka pasur, askush nuk është marrë me heraldik në këto territore, patjetër ta përmendim Matkovskin sepse është i pari i cili merret me heraldikën shqiptare. Statja e tij e parë, botuar në vitin 69 në Prishtinë me 104 faqe, është vepra e parë shkencore që e trajton stemën shqiptare. Kështu që ai është si themelues i heraldikës maqedonase dhe shqiptare, nëse flasim për nacionalitetin e tij, ai është vllak nëse ndryshon diçka pak më neutral. Pra, por ai vjen me një teori se detyrimisht luani Maqedonas patjetër të jetë i artë në bazë të kuqe, sepse sipas burimeve të cilat i gjen ai, nëse shihni librin e tij, janë gjys për gjys, të i kuqe dhe i artë. Me atë që ai e plason teorinë se stema maqedonase patjetër të jetë i artë në bazë të kuqe, ndërsa e kundërta është i Bullgarisë. Cili është problemi? Se në Bullgari askush nuk e din se luani i kuqe në bazë të artë është bulgar. Pse? Sepse kur Bullgaria bëhet shtet me stemën, kur duhet të sillet, të miratohet në vitin 1788-1889, kur bëhet konstituimi, ata marrin prej literaturës heraldike, cila qëndron, e kjo është stematografia e Zhifaroviqit, sepse prej atje i nxjerrin simbolet dhe atje e shohin se stema është luan i artë në bazë të kuqe. Dhe tani kjo është ideja jonë dhe ne do ta marrim dhe bullgarët thonë nuk ka problem, merreni. Edhe emrin, edhe himnin, edhe flamurin, të gjitha do t'jenë tonat, nuk ka problem. Mirë po, nëse marrim historikisht ideja për luanin e kuqe në bazë të artë, bullgarët e morën. Kush nuk mundemi të flasim sepse paraqiten të dyjat. Për Bullgarinë është njëri kombinim, mirë po në vitin 1879 ata e marrin, pavarësisht sa do themi ne kjo është e jona, nuk ka, pra nuk është ky shembulli vetëm, kështu kemi në Evropë, kemi Lituaninë dhe Belorusia e kanë të njëjtën stem në një moment, sepse dalin prej të njëjtit shtet, e shfrytëzojnë edhe ata edhe këta, dhe tani lituanezët e marrin të parët, Belorusia e bën dhe thotë na falni e kthejmë, sepse burojnë prej të njëjtit shtet, të dy palët e kanë të drejta, shfrytëzojnë, mirë po këta janë të parët. Bullgarët e marrin luanin e artë në bazë të kuqe, ne marrim këtë pjesë që është shumë e rëndësishme, edhe atëherë ishte e rëndësishme që
që të mos jetë i vëmëros, pra stema, sepse propozimet të cilët i jepin në vitin 92 të gjithë, e mbaj mend të debati ishte partizimi i shtetit, në ndikonin ato debate, pra kjo ishte para debateve në vitin 1992, të cilat temat të cilitin të propozuara me Luan, të gjithë e shfrytëzojnë shenjën, të themi, stemën për të cilit ka dalë stema e vëmëros. Praktikisht dallimet janë shumë të vogla. Dhe tani kur kjo bëhej me qëllim sepse në çështjen e zgjedhjes së temës kemi një grumbull burimesh dhe u zgjodh burimi i cili do të jetë mjaft i vjetër, mirë po të jetë pak më ndryshe nga stema e vëmëros, sepse duhet ta definosh, folëm për diellin e Todor Petrovit, por duhet ta definosh jo vetëm diell, çfarë dielli është, jo sa është i gjatë, dimensionet, pra raporti i rrezeve, krahëve, do t'ju shpjegoj, i kemi këtu propozimet dhe kështu bën një simbol i tillë i cili dallon edhe prej atij bullgarit edhe prej vëmëros, sipas disa bazave, përveç asaj se është Luan, do ta tregojmë më pas, askush nuk tha se Luani është belgjik, pra çështja e gjyrave dhe propozimi u mbështet edhe nga ana maqedonase dhe shqiptare dhe u dakordua që kjo të vi, mirë po për fat të erdhën, jo, bombat ishin paraprakisht të filluara, mirë po nuk u morën seriozisht. Bombat kishin filluar paraprakisht, pra shërbime të huaja, furgoni verdh, kjo ajo, mirë po para fundit të vitit, sepse propozimi doli më 60 orë, tashmë çështja me bombat dhe me gjitha gjëra tjera u rrit, kishte këtu një lloj edhe një moment kur në kuadër të BDI-s kishte mos pajtime prej disa deputetësh dhe liderit Ali Ahmeti, pse ai është dakorduar, mirë po këto kundërshtime zgjatën shkurt 3-4-5-6 ditë, mirë po pastaj kur kishte gazetar se çka ndodh në BDI, kemi ndarje, nuk ka çfarë ndarje, shaq zgjatën ato 3 ditë. Mirë po, tashmë rezultatet me incizimet, me bombat, u bën shumë të mëdha, publikoheshin edhe paraprakisht, mirë po ishin si të dozuara, më të frikshme, dhe kur erdhi fundi i vitit, askush nuk mendonte për stemën, mbeti status quo ad acta, u përpoq dikush që ky është propozimi vetëm për stemën, të cilin të paktën qeveria u deklarua, u prononcua pozitivisht, nuk arriti në kuvent, kishte paraprakisht disa vite, pra propozime për stemën, Todor Petrov grumbullonte 10.000 nënshkrime për 5 ligje, kishte edhe propozime tjera, ishte çështja që ylli të hiqet. Kjo ishte ideja e Faik Abdi në vitin 1992 dhe ideologjikisht ishte ajo si pozicioni antikomunist, ai thotë ne vetëm ta hiqim yllin dhe flamuri të jetë i kuq me stemën aplikuar, me yllin e hequr. Pra, në vend të yllit 5 cepësh të hiqet ylli dhe të vihet stema pa yll. Kjo është origjinali i tij, pastaj Nikola Popovski disa herë kthen atë ide që të hiqet vetëm ylli 5 cepësh, nuk arriti. Deri në vitin 1999, kur u hoq yllit 5 cepësh. Tani kemi një anketë special për këtë podcast. Dhe ja edhe rezultatet, pastaj edhe ju keni një anketë interesante për flamurin, që është më shkencore. Çka sipas jush paraqesin simbolet kombëtare? Himni, stema dhe flamuri për 74% janë simbolet të unitetit kombëtar.
20% елементът унификимит, 2% елементът ндарjes. Не се пјестарате комунитетовете андрушметнике и респектоен символет комтаре. 55% онja, pra nuk I kuptojnë si të vetat, 28% kanë mos respektim të plot, 12% po, mirë po ka momente kur I respektojnë të shteteve tjera. Sigur mendohet këtu për shqiptarët, mirë pas kush nuk I përmend për shembull serbët, bosnjakët dhe të tjerët. A mendoni se burrat dhe gratë ndryshe I përjetojnë simbolet kombëtare? 45% jo, 20.9% po. Si shihni në kërkesat për ndryshimet e simboleve? 56% tonë se nuk ka nevojë për ndryshim, 20.9% tema për simbolet përdoret për të vënë në amulli publikun, gjë që nuk është e pasaktë. Kjo është temë që e keqpërdorin politikanët, nevojitet të ndryshim, sepse këto të sotme nuk e reflektojnë përbërjen etnike të qytetarëve. A bien qytetarët në ndikimin e politikave ditore, 70.7% janë përgjigjur po, edhe pse qytetarët duhet të jenë të vetëdijshëm kur I manipulojnë. A mendoni se mediat luajnë rol në perceptimin e simboleve kombëtare? 88% kanë thënë po, 60% kanë thënë shumë, 17% kanë thënë pak. 13.3% shumë dhe qëllimisht ndikojnë dhe e sforcojnë atë narrativ, edhe disa gjëra tjera interesante. Çka duhet që të hiqet tema për simbolet kombëtare, dënime për ata të cilët nuk I respektojnë. Ne jemi qytetarë të Maqedonisë, pavarësisht nacionalitetit, nëse dikush që nuk është maqedonas etnik dhe nuk U pëlqejnë simbolet kombëtare, nuk ka nevojë që të jetë këtu, ndëshkim për çdo mos respektim të simboleve kombëtare. Diçka duhet të ndryshojë, asgjë nuk duhet të ndryshojë. Duhet maqedonesit të kenë një diapazon më të gjerë, të bashkohen me shqiptarët dhe të tjerët për interesat shtetërore në simbolet dhe himnin, duhet të përfshihen të gjithë etnikumet, sepse Maqedonia është shtet multietnik. Çka thot profesor anketa juaj dhe në këtë pjesë të fundit, të thoni se cilat zgjidhje ekzistojnë në kuadër botëror në shtetet ku ka një miks të këtillë. Ndoshta vetëm të intonohet himni, të këndohet në gjuhë të ndryshme, ndoshta kombinimi më shumë vargjeve. Pra, pjesë më e madhe në këto anketa, edhe kur flasim, pra, e bën terminologjia, pra çka është nacionale. Ne shpeshherë këtu në Ballkan atë nacionale ne kuptojmë si etnike, ndërsa lart nacionale ose kombëtare do të thotë shtetërore. Ne këtu kemi problem me terminologjinë. Ase si të qartësohet çka është kombi, çka është populli ose etnikumi. Absolutisht, sepse terminologjia në Jugosllavitë e ne kombi, por edhe në Ballkan do të thotë përkatësi etnike, mirë po kjo nuk është e saktë. Pra, është përdorur grabimisht në kuadër të Jugosllavisë. Kombe dhe kombësi, narodi, narodnosti. Dhe nuk bëj fjalë, nuk kishte përpjekje për shembull të ndërtohet një kombë politik në Jugosllavenizëm, nuk ishte disi e finishuar, nuk ishte kohë të mjaftueshme, kishte edhe 100 vjet, një lloj edhe Rusia, Bashkimi Sovjetik, kishte Rus, Ukrainës, Azerbejxhanës, mirë po nuk kishte Sovjet. Identitet sovjetik që dikush të identifikohet.
Për këtë nevojitet më shumë kohë Xhelal, siç thot profesori, një autor bullgar shkruan libër për identitetin Maqedonisë dhe në fillim shkruan një fjali që neve do të na nervozojë të gjithë neve. Pra, kombi Maqedonisë është krijuar artificialisht. Dëgjomni deri në fund. Pra, të gjitha kombet në atë mënyrë janë formuar. Pra, të gjitha kombet janë krijuar artificialisht. Pra, kjo është pak taktik. Pra, duhet të kuptojmë një gjë kur flasim. Kam stema, flamuri dhe himni nuk janë simbole etnike të Maqedonisë. Ato janë kombëtare në kuptimin simbole kombëtare të shtetit. Ata e paraqesin, e përfaqësojnë shtetin, ku paguajmë tatimi, ku shkojmë në mjek. A reflektohet kjo në anketë? Po, në anketa ime është vetëm për flamurin Maqedonisë, sepse atë e punoj. Pyetja është dallimi ose perceptimi, pranimi i flamurit të ri të vjetër kushtimisht thënë, atë me 16 krah dhe me 8 krah. Ja, disa pyetje, thotë flamuri i vjetër me 16 cep, a e paraqet popullin Maqedonas 75% e mendojnë se përfaqëson, 25% mendojnë se nuk e përfaqëson. Pra, ose sa pajtoheni me deklaratën se flamuri i vjetër është flamuri etnik Maqedonas, ndërsa i me 8 krah është shtetënor. Pra, njëta pyetje që për të parë nuancat, pra, po, shumë pajtohen 34%, jo, janë 27% dhe 25% janë edhe po edhe jo. Pra, nuk kemi ndonjë farë dallimi. Pra, ai 16 cepësh mund të komentohet se është i popullit Maqedonas. Pra, po, kjo është pyetja. Ose a pajtoheni me valvitjen private të flamurit të Kukleshit. 18% nuk e pranojnë, madje edhe për përdorim privat. Dhe pyetja nëse Shteti Maqedonisë duhet ta kthejë flamurin e vjetër me 16 krah. 62 janë për, 38 janë kundër. Kur është bërë anketa këtë vit? Para incidentit ose pas incidentit? Para incidentit, unë mendoj se përqindja do të rrite. Këtë anketë bëjt çdo 3 vjetë me të njëjta pyetje për të parë se si janë lëvizjet. Do t'ju rikujtoj se duhet kohë me kalimin e kohës. Nuk janë ndoshta të rëndësishme, mirë po ka ndryshime. Ose pyetja, cili flamur është më shumë Maqedonas, i vjetër me 16 ose ky me 8 rreze? Dhe në përqindje për të vjetrin thonë 51%, për të rinë thonë 22%. Pra, parashtrohet një pyetje në këtë rekurs tani, nëse flamurin shqiptarët e kanë si etnika, atëherë Maqedonas si etnos duhet të kenë një flamur tjetër, ndërsa ai shtetënor të jetë shtetëror. Për shembull, disa shtete përfshirë dhe fqinjët tonë, Serbinë dhe Shqipërinë me kushtetuat e para, pra definojnë flamur popullor që dallon nga i shtetëror. Në Serbi, flamuri serb me stem është shtetëror, ndërsa flamuri popullor është ai me 3 ngjyra pa stemën, kështu që ka edhe dënime nëse në darsëm e shfrytëzoni, e përdorni pra flamurin, sepse ekziston distinksion ai me stemën, është shtetënor, ndërsa për në shtëpi mund ta mbani atë 3 ngjyrësh, po ashtu edhe flamuri kombëtar shqiptar është flamuri kuq me lente të verdhë. Pra, kjo është perceptimi cili është flamuri ynë. Pra, kjo është një
pyetje të cilën ne tani nuk kemi kohë ta kalojmë atë, se dhe duhet të përfundoj se raporti ndaj simboleve ndërtohet. Ono što sakam da završam Flamuri i Maqedonas për vitin 95 në fillim kishte shumë pak, nuk kam anketa adekuate, por e di se shumë njerëz janë kundër sepse e kuptojnë si simbol të humbjes. Këtu tash emocionet që lidhen me atë simbol, tashmë e kemi 30 vjetë, ka njerëz të cilët janë lindur me flamurin e ri dhe nuk e kanë përjetuar flamurin e vjetër. Dhe raporti ndryshon ndaj simboleve, ndaj të gjitha simboleve ndryshon, duke filluar prej Titos deri në vitin 80, çka do të thotë për ne atëherë dhe çka do të thotë tani. Tregojeni shembullin me Mbretërinë e Jugosllavisë si variant të mundshëm. Flasim për himnin. Mbretëria e Serbëve, Kroatëve dhe Slovenëve është një mbretëri e 3 popujve të veçantë, të cilët hynë, nuk është federat sepse është mbretëri. Mirë, po himni i mbretërisë Serbëve, Kroatëve dhe Slovenëve është me 3 strofa dhe të 3 janë ndryshe. E para është ajo serbe, Bože pravde, dyta është e kroate, Lepa nasha, dhe treta është një këngë e komponuar për slovenët, sepse për atë moment nuk ka pasur ndonjë këngë, por është komponuar një speciale dhe bëhet një stem speciale për ta. Mirë, po slovenët në ato 20 e kusur vite sa ekzistoi shteti, ata asnjëherë nuk e kuptojnë këtë si të vetën, mirë po himni intonohet me nga një strofë të 3 popujve konstituiv, si kishin t'i quajmë. Ky është shembull Jugoslav nga mbretëria. Pastaj RSFJ-ja e merr të përgjithshme Sloveni, një himnë me autor çek, në të cilën bazohet edhe himni polak në pjesën e parë, përfshihet pra çështja për himnin është një proces i cili zgjat. Nëse marrim himnin amerikan, cili është gjatë, pra bëhet një himn i pranuar prej shteteve të caktuara, i marinës, dal nga dal dhe bëhet pra që të pranohet si himn shtetënore. Dhe flamuri është interesant sepse çdo shtet ka një yll. Lentet janë 13, ata fillojnë me idenë që nga një lentet, nga një shirit të shtojnë për çdo shtet. Dhe mirë po kjo bëhet edhe yll dhe shirit bëhet e pamundshme dhe pastaj e lën vetëm me yll që të prezantohen. Ka variante, pra lexova një analizë, një komentar, një koment në Civil MK që të këndohet në gjuhë të ndryshme, por ka variante edhe vetëm muzikë. Pra ka variante edhe 2 himne, për shembull Danimarka ka 2 himne, Australia ka himnin mbretëror dhe shtetëror. Në rregull, himni mbretëror ka të bëjë me atë suverenitetin, Zot shpëtoje mbretin, ose mbretëreshën, varet si do të vi. Ajo që dua të them është çështja raporti që ndërtohet ndaj simboleve. Pra një gjë është ne të miratojmë diçka, për shembull flamurin, e miratojmë të gjithë, mirë po dal nga dal bëhet përshtresimi, a është e jona, sa është e jona. E njëjta gjë ndodhe dhe me simbolit e parë të Bosnjës dhe Hercegovinës në vitin 92, kur u miratuan simbolet, kërkohet një simbol i cili është i përbashkët edhe i muslimanëve, edhe serbëve dhe kroatët, me stemën e Kontramanjic. Pra
ku nuk e dim se kush i kujt është dhe në diskursin e përgjithshëm ajo stemë bëhet stemë e bosnjakëve. Edhe pse është miratuar, mirë po nuk e, të tjerët nuk e pranojnë. Dhe të tjerët nuk e pranojnë atë stemë, kështu që ka një dinamik të madhe këtu. Nëse faktori shqiptar thot ai ta ndrojmë flamurin, edhe ta ndrojmë, të ndryshojmë flamurin, nuk ka asnjë farë garancie se flamuri i ri do të pranohet për tjerëve. Kjo është një dinamikë, këto janë raporte sociale të cilat duhet vetë shteti me mekanizmat e vetë ta bëj. E kjo është media ti ishte pyetja, ndikojnë mediat, ata ndikojnë më së shumti. Ose ku të sqarohet terminologjia që shfrytëzohet, sepse tek ne akoma bëhet ai gabim kur përdoren për shembull popujt, kombet, simbolet etnike, simbolet kombëtare. Pra kur flasim për maqedonasit luftojnë në himn, pra cilat maqedonas, varet kush si e shet. Pra kjo është për pjesën etnike, shtetësia në pasaportë në Maqedonase. Kur dalim ne jashtë prej Maqedonisë, askush nuk pyet çka je për sipas nacionalitetit, sepse raporti i shtetësisë dhe simboleve, raporti i shtetit ndaj individit si pjesë e tij. Ashtu është, të përfundojmë këtë. Nëse themi Makedonia se bori, Macedonia lufton, do të mërim te grekët, pra marrëveshja e Prespës nuk e hoqi termin Macedoni. Pra, jo zyrtarisht mund të flasim pastaj, vërtet pyetja është mjaft komplekse, ndonjëherë gazetarët dhe politikanët duan ta zgjidhin 1, 2, 3, mirë, po kjo megjithatë është një pyetje ose një çështje e madhe, nuk mundemi të merremi vetëm me histori, sepse veksologjia është një shkencë sociale, shoqërore, si i pranojmë ne simbolet. Këtu luan role dhe vetë politika shtetërore ndaj promovimit të simboleve. Dënohen në vendet tjera. Në SBA kjo bie në konflikt me amendamentin e parë. Mendoj se në SBA nuk dënohet. Po, në Amerikë dënohesh për ndezjen e zjarrit. Jo, mendoj se kjo është në kuadër të shprehjes së lirë, të gjuhës së lirë. Tani është interesante se bëjnë flamuj seriozisht standardet e reja evropiane për flamuj janë që të bëhen prej ndonjë materiali që nuk ndizet. Dhe ju mundeni të përpiqeni. Ju faleminderit profesor për bisedën. Xhelal, nëse ke diçka të thuash të përfundojmë. Mendoj se kishim një bisedë interesante, u kthyem prapa dhe kërkuam përgjigje për shumë pyetje, pra një mjegull e cila ripezull mbi këto simbole, mendoj se arritëm në një farë. Gjithë këto zënka për flamujt buron prej perceptimit gabuar dhe konceptimit të simboleve etnike dhe shtetërore. Pra, edhe shqiptarët kanë votuar për flamurin. Unë dëgjova një reagim, nuk e di prej cilës parti, thotë ne ti respektojmë flamujt e Maqedonisë dhe datë tonat. Ajo është gabim sepse është flamur shtetërori të gjithë shtetasve, ndërsa ajo etnike mund të jetë me 16 krahat, mundet. Kjo akoma nuk është definuar nëse ndodh me atë flamur, atëherë okej. Po nëpërmjet kësaj bisede mendoj se të qartësuam. Pra ka edhe himne të tilla në Afrikë ku vendet janë krijuar prej 40-50 fiseve. Pra temit realt kemi himne
edhe ajo greka është me 13 vargje që ka edhe nga 200 vargje. Pra rreshti i parë, vargu i parë është Makedonia slobodna që zhive si që të jetë më e qartë. Miro dëgjofshim deri në ndonjë rast tjetër për në një temë tjetër. Пријатно и до слушање до некоја друга прилика, до некоја друга тема. Да биде појасно.